tëra, tani kur do merren masa. Në rastin konkret për shembull e pyeta për Belinda Ballukun. Ajo ka Tigrin 1, Tigrin 3, ajo ka tunelin e Llogaras, ajo ka Thuman Kashar, ajo ka fotovoltaikët, ajo ka pafundësisht afera korruptive, për asnjë nga këto afera korruptive, ajo zonjë gjithë këto vite nuk është hetuar, për shembull në SPAK dhe i thash dhe zotit Dumani, që ju edhe vetë keni kryer procese me fotovoltaik në SPAK me gjysmën e çmimit që i kryen Belinda Balluku. Kaq e vështirë është të kuptosh aferën korruptive? Pra kaq për shembull çka ka për të vështirë afera e Tigrit 1, Tigrit 3. Janë paguan 80.000 euro në ditë dhe nuk ndizen. Janë po njësoj si inceneratorët. Kësaj radhe nuk tha që janë krime intelektuale, por kësaj radhe tha që duam kohë, se s'kemi pasur kohë, se s'kemi mundësi, se s'kemi resurse. Një njeri i kapur në flagrancë, është si ai nxënësi që shkon në shkollë pa përgatitur dhe mundohet të gjejë justifikime nga më ndryshet. Jo s'kishim drita, jo po s'ishin këto, jo po s'ishin ato. Fakti është që detyra që ai duhet kryej nuk e ka kryer atë punë. Dhe ka arsye pse nuk e kryen, sepse është një institucion në mbështetje të pushtetit, jo të një personi. Belinda Balluku është një person. Rëndësia për Dumanin dhe të sistemin e drejtësisë është pushteti. Pushteti është Edi Rama. Dhe ndaj dhe unë e pyeta edhe për rastin konkret që Sali Berisha është mbajtur 333 ditë me mas arresti sepse presupozohej sipas SPAK-ut që ka fuqi politike dhe mund ndërhyjë time. E njëjta gjë për Ilir Metin që sot është me masën arrest në burg. Po mirë, Belinda Balluku nuk ka fuqi? Është zëvendës kryeministre, ministre energjetikës, ministre